Si çdo vit, mijëra qytetarë të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë kanë nisur pelegrinazhin në malin e Tomorit, një festë e rëndësishme kjo në kalendarin e komunitetit Bektashi. Kryegjykata botërore ka hapur 2 herë te qesë së Kulmakut, ku përqendrohen të gjitha rritet dhe faljet e festës. E kulmi i festimeve është data e 22 gusht. Jetojmë në Amerikë, kemi ardhur për një kurban, ka stil në fakt me thënë drejtën, për të bërë një kurban, për një dëshirë më të mirë, e në si vendi i shenjtë që e kemi këtu me këtë vendin tonë, të bukur, të mrekullueshëm në Shqipëri. Vitin e kaluar TQE e Kulmakut është vizituar nga 300.000 qytetarë e për këtë arsye, Drejtoria e Policisë së Beratit në bashkëpunim me Komisariatet Kuçov, Skrapar dhe të Urës Vajgurore kanë marrë masa që të mos ketë asnjë problem gjatë pelegrinazhit në malin e Tomorit. Tek plan masash është mbajtur parasysh edhe bashkëpunimi me pushtetin vendor, duke na siguruar zjarr fikse, ambulancat me qëllim që çdo gjë të jetë në shërbim të pelegrinazhit që do vinë këtë mal. Vëmendja më e madhe e policisë do të fokusohet tek respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor për të shmangur çdo aksident.